Partia Socialiste do të mblidhet sot për të festuar fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Kryesocialisti Edi Rama do të mbledhë të gjithë skuadrën në Pallatin e Brigadave në orën 18. Pjesë e festës do të jenë edhe kandidatët që nuk arritën të fitonin në zgjedhjet e përgjithshme. Ky takim me socialistëve vjen pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin elektoral në 12 qarqet e vendit, ndërsa Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar i ka kontestuar me pretendimin për manipulim. PS arriti të marrë 83 mandate deputetësh në zgjedhjet e 11 majit, duke shkuar edhe për te pritshmërive të veta, ndërsa koalicioni opozitar mori vetëm 50 mandate, por nuk e një rezultati me argumentin se janë bërë manipulime të rënda nga partia në pushtet, ndërsa 7 mandatet e tjera dahen mes partive të vogla. Kujtojmë që karta kryesore Partisë Socialiste në fushat ishte anëtarësimi i vendit në Bashkimin Evropian, ndërsa kryeministri Edi Rama i mëshoi faktit që vetëm PS mund ta realizojë këtë qëllim madhor të vendit.